Siç ju thash pak më herët, largimi i Ilirit nga shtëpia i cili ishte pjesë e një televotimi ka bërë që Big Brother të anullonte televotimin e kësaj jave mes Angelos Gretës Kejsit dhe Ilirit, i cili është në studio. Ilir, merr pak mikrofonin, uroj të jesh më mirë, edhe pse të kam parë nëpër intervista këtë periudhë që mirë dukesh. Këmbët i ke akoma të ngarkuar, prandaj nuk çoheshe kur thoshte ai çohu. Ka nga i pse ande ky më shkon te mua. Po më shkon mua, po ty të shkoj tash më duhet. Shiko, ne direkt me le ta tundi Selina. Ideja është ta tundi Ilirit. Si je një herë? Ja një sekondë një tani se unë kam një nga këto që i kam merak vetë. Çfarë? Dola nga Big Brother, dola. Au, është poezi, okej, sorry, më fal. Mendova se mos ishte në një nga këto mesazhe. Kujdes ti lexon spaku ato. Dhe pse si thash të gjitha ç'kisha, thellë me vëmendjen time fola, o miq shëndeti mbi të gjithë. Bravo. Por ishte një eksperiencë e bukur. Ndoshta më e bukur në jetë. Kur më thanë aty për të futur, më kënaqi e pranova direkt. Dhe besoj tregova veten time, ashtu sikur se jam dhe në jetë. Njeri i thjesht pa pretendime, biri i nënës, bir i Ilirin e vërtet. Big Brother si një familje madhe dhe pse luftohet ashpër për një qëllim, por pas ti në jetën reale do ngelem shok, miq dhe nuk ka çmim. Më fal. Se nuk e bëm ne të lidhur me shpinë këtë, se në atë rast më kursen mua gjitha pyetjet, intervistën e bëm, kem vetëm një pyetje, atë të Arber Hajdarit, dhe ma jo më ka ngelur. Bigun kush e fiton? Është pa diskutueshme për mua dhe e pat vetë juve që cili ishte momenti më prekës kur dola. Stenaldo është, domethënë, është Stenaldo, janë shumë vende bosh, një njeri që më ka bërë të reflektoj edhe mua, kur e shikonja kur lante enët, kur na gatovi pilaf me pull, domethënë, se donja veten në kuptimin e fjalës që domethënë ai është njeri shumë i madh. Ishte moment shumë prekës ai i takimit, po mbi gjitha duhet ta them, ishte moment shumë prekës takimi yt me të gjithë banorët. Kjo tregon që ke lënë një shenjë të bukur aty brenda dhe siç e përshkrove vetë në ato vargje që kishe shkruar aty. Shiko, Ilir, e kam thënë edhe një herë tjetër, por po ta them mua më zbovi vetëm akoriumi se mu pall nuk jam peshë, kështu që aty nuk po të them vetëm një gjë që është shumë e rëndësishme. Në këtë jetë çdo gjë kalon. Shija ngelet dhe shija që ti ke lënë në këtë Big Brother do të jetë gjithmonë e ëmbël si mjalti. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shkojmë në shtëpi tani. Ka lidhje më?